Kur mendoni se SPAK do t'i marrë telefonin Edi Ramës me që ai u hakrye aq fort duke thënë që SPAK të guxojë të marrë telefonin tim? Jam tani me emocion, jam si puna atyre ministrave që Rama i thoshte emrat edhe ata ishin duke u mencionuar. Çfarë them unë tani telefonin? Ku e di unë tani kur jam me telefonin? Në varësi të situatës, është në varësi të motit, të ajrit, të atmosferikës, të asaj që ne themi të dashurisë së brendshme politike. Ramos nuk ja merr asnjëri telefonin përveç se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në rast se e marrin në telefon, po jo se ja merr dikush telefonin. Zoti Rama në aspektin procedurial, penal edhe kushtetues është i mbrojtur. Pra në rast se do të ketë një revolt të brendshëm në grupin parlamentar të Partisë Socialiste që zotin Rama në rrugë edhe duke vendosur një kryetar tjetër, edhe zoti Rama në mënyrë të papritur mos të jetë më kryetari i Partisë Socialiste, dhe telefonin i marrin edhe arrestojnë me njerë. Kemi realist për këtë, që mos mashtrojmë opinionin publik. Në rast se ndodh ky skenar, në rast se kemi të bëjmë me një skenar që SPAK-u shkon edhe i thot Ramës të lutem më jep numrin telefon, më jep atë telefonin, thjesht ama të shikoj 2-3 gjëra, sepse e kap emocioni. Tani është çështje e tyre të brendshme, por SPAK-u kurrësi nuk mund të jetë një institucion i cili shkon tek Edi Rama dhe bogaripin. Madje mos them që Edi Rama i bogaripin, sepse dhe zoti Dumani tha diçka të bukur dhe unë për herë të parë me zotin Dumani bie dakord. Çfarë? Politika është mbi gjithçka. Pra ne jemi organizuar dhe strukturuar mbi politikën. Çfarë do të thotë kjo gjë? Pra mbi ligjin. Pra ligji kush e bën? Parlamenti. Po ti çfarë po zbaton? Ligjit e parlamentit, nuk zbato urdhët e Qimetës, që ishte ajo që u bë ambasadore nga ambasadorësh që u bë biznesmene. Prandaj ajo që unë mendoj është kjo që zoti Rama telefon mund t'ja japi në një moment që të bindje dhe opinionin publik, pra përveç se është ky rasti Ballukut që shkon ajo takon nxjerr lajmin që unë procedova, pastaj i det Klineta që thotë Rama, kupton se është lojë e bukur kjo. Në një moment të dytë është kjo dela i kush do dalë tani dhjetor prokurori i SPAK-ut. Unë e di ti qëndrimin tim, që ai prokuror që duhet të dalë ka një luftë shumë të madhe. Di kush është lufta? Shkoj në kryeministri dhe të marri regjistrin sipas nelit 287 kodit të procedurës penale, që është emrat e personave dhe veprat penale, sepse aktualisht nga 2020 deri më sot atë libër e ke në kryeministri. As Arben Kraj nuk e ka marr, as Dumani. Regjistri hyrje daljeve. Regjistri hyrje daljeve. Jo. Regjistri që regjistrohet procedimi penal dhe emri i personit që duhet merret i pandehur. Ai regjistër është në kryeministri, jo në SPAK. Se mban Rama ato për me firmos se kush merret i pandehur. Po, sepse atë libër e man Rama aty dhe Dumanit ja çon një sekser. I thot shefi i lartë që vjen nga Amerika, tha ti do të vendosësh këto emra. Po sa e vërtetë është kjo? Shumë e vërtetë është, por do dalë një ditë më. Or do dalë kjo një ditë. Mbaj mend, sa e vërtetë ishte ajo që ai ishte Yuri Kim ambasador në Shqipëri apo jo? U duk qartë që nuk ishte ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe punonte kundër Partisë Demokratike. Sa e vërtetë ishte rasti me Gonigal. Ishte na erdhi një huaj dhe mendonte se kishte kap gjithë Shqipërinë. Ndërkohë kap që në vendin e tij mashtronte nga mes deri në darkë. Prandaj të lutem mos më thuaj mua a janë të vërteta apo jo. Ai libër ndodhet në kryeministri, këta kryeprokurorët e ri kush emërohet nga këta do kenë të njëjtën pothuajse variant dhe mos harro faktin që këta 4 kandidat, njëri do të thonë që vjen nga Amerika, tjetri do të thonë do vjen nga Anglia, tjetri do të thonë do vjen nga Gjermania, tjetri do të thotë vjen nga Europa, e kupton? Thjesht i faturojnë atit në një tabelë europiane që kur të vendoset dikush thotë ore, mos fol ti për këtë sepse ky është lidhje amerikane, ky e do Amerika, e do këtë, pse mashtrim publik? Pse është mashtrim publik? Sepse njerëzit ç'a duan në Shqipëri? Dua po ke tabelë të huaj, je i besuar, po je shqiptar origjinal dhe ti je mashtrues. Kupton? Po kjo nuk është e vërtetë, sepse ne nënshtrojmë kushtetutës tonë, sa ai të procedon me kodin e procedurës penale të Shqipërisë, nuk procedon të huajve. Pra, që ta konkludojmë është kjo që rasti kush do marrë ata mëre.
dhe marrim ata të që do zgjidhen tani, do thënë, më fal, na jep pak atë që nuk të pickojmë ty, po thjesht duam të bëjmë pak, ai thotë, çfarë thore vlla, çfarë do? Kam blerë telefon të ri, do të ri fare. Atë 3 muajt e fundit, nuk duam atë që ke nga 2013. Tani sapo erdhën në pushtet. Thjesht ta marrim të bëjmë një kështu, ashtu si ja thetin ai hapje kështu, ta bëjmë një kështu pastrim gjelbrim. Ekspertim. Bravo. Se besoj ekziston të spaku ekspertiza, po gjithsesi. Prandaj po të them që ajo gjë që po ndodh është një mashtrim publik. Çfarë spaku ka mbaruar zotëri. Spaku kishte nisur mirë dhe devijoi zotëri. Spaku në aspektin teorik kishte nisur shumë bukur. Aty pastaj kur futen shqiptarët brenda, e kupton, e bëjnë çor bashkë me disa ndërkombëtar hajdutë të korruptuar, e pastaj ikën, pastaj devijon pastaj. Po këtë regjistri që gjenden në kryeministri, kur ka mundësi që spaku ta sekuestroj? Tani kemi ardhur për me fol seriozisht apo më duku tallë? Po tani ju thatë që ky dokument ekziston. Ai regjistër ndodhet në kryeministri. Ai regjistër plotësohet në kryeministri dhe këta thjesht zbatojnë këta të spakut. Tani, a është i aftë nga këta të 4, po u zgjodh në njërin nga këta? Dhe mos japin dorë që na i ditë këta dhe na ngel dumani aty dhe pastaj na plas krizë brenda spakut. Edhe është i aftë dhe shkon në kryeministri dhe bashkë me librin merr edhe atë që shënon librin në kryeministri, atëre unë do arrin atë që them gjithmonë që po unë pas kam gabuar. Por e kuptove çfarë thash këtë të fundit. Ai ose ajo që zgjidhet prokuror ose prokurore e spakut, në rast se ka aftësinë që të shkojë në kryeministri dhe të marri librin dhe bashkë edhe atë që e ka librin aty që e man edhe shënon, atëre diçka ka ndodhur dhe të ndodhë në këtë vend. Si mendon, a ka filluar përçarja mes radhëve të Partisë Socialiste, pra mes eksponentëve të Partisë Socialiste pas goditjes së Ballukut dhe a është duke përfituar në këtë rast Elisa Spiropali, për të cilën theksohet se ka dhënë një intervistë televizive ku shprehet se ka disa që u duket vetja zot dhe mendojnë se ka në dorë fatin e të tjerëve, ku shumë kush e ka lidhur këtë me lëvizjen e spakut kundrejt Ballukut dhe se Spiropali e ka pasur pikërisht për Belinda Ballukun? Tani të jem realist tek ju, në Partinë Socialiste nga 2021 ka plas lufta. Dhe flas luftë serioze, jo luftë shumë amatore. Luftë shumë serioze, luftë personale. Kërkojnë karrikën e Ramës. Jo, qa karrike më kusher llogarit aty se ekziston më karrike. Pas Ramës nuk do ekzistojë Parti Socialiste. E di pse? Se në Parti Socialiste aktualisht nuk ka zë. Më kupton? Nuk ka zë, që do të thotë, nuk ka njerëz të cilët bëjnë debat politik. Thjesht janë njerëz të cilët zbatojnë urdhra. Pra, janë të palishme, nuk janë të palishme, janë të logjikshme, po nuk janë të logjikshme, ato zbatohen. Në krahun më tan po të shikosh ka debat, ka zë, ka gjallëri. Ndërsa tek Partia Socialiste nga 2021 në vazhdim ka vdekje dhe çdo gjë që vjen në Partinë Socialiste barazohet me vdekjen e individit. Pra, për rastin e zotit Velia, ajo quhet vdekje, si politike, ashtu dhe njerëzore. Pse? Sepse një individ është një burgosur. Tani, a ka bërë ai vepra penale, s'ka bërë? A më pëlqente mua apo nuk pëlqente? Unë po të them që Velia nuk e kam votuar asnjëherë, që në 2015 kur ka dalë 13 ose 9 ku e mamën çfarë budalli që bënte atëherë me duke e shitur sikur u ishte njeriu më i mirë i të drejtave kështu me radhë. Dere, pastaj u bë pakt me PS-n.